Horoskopi ditor, 5 prill. Energjia që mund të ndikojë vendimet e ditës. Ka disa ditë kur ritmi i ngjarjeve ndryshon në mënyrë të papritur dhe krijon situata që kërkojnë më shumë vëmendje. 5 prilli mund të jetë një nga ato momente ku një vendim i vogël, një bisedë e papritur ose një ide që lind në momentin e duhur mund të ndryshojë mënyrën si zhvillohet dita. Universi shpesh komunikon përmes situatave që në fillim duken të zakonshme. Kur jemi të vëmendshëm ndaj këtyre sinjaleve, mund të kuptojmë më qartë drejtimin që duhet të marrim në disa vendime të rëndësishme. Dashi. Një situatë gjatë kësaj dite mund të bëjë të reflektosh mbi mënyrën si po zhvillohen disa plane që ke menduar kohët e fundit. Energjia e 5 prillit mund të krijojë një moment ku kupton se disa vendime kërkojnë më shumë qetësi se sa reagim të menjëhershëm. Një bisedë e papritur ose një informacion i vogël mund të të japë një perspektivë tjetër për një situatë që deri tani dukej e zakonshme. Universi shpesh komunikon përmes momenteve të vogla që na bëjnë të shohim një situatë më qartë. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos reagosh me nxitim ndaj çdo zhvillimi, mund të kuptosh se disa ide kanë potencial më të madh se sa mendon. Një vendim i menduar mirë gjatë kësaj dite mund të të ndihmojë të krijosh më shumë stabilitet për planet që dëshiron të realizosh. Demi. Atmosfera e kësaj dite mund të të bëjë të reflektosh mbi stabilitetin dhe mbi mënyrën si po organizohen disa plane që lidhen me të ardhmen tënde. Energjia e 5 prillit mund të shtyjë të analizosh më me kujdes disa situata që kërkojnë më shumë durim. Një informacion që arrin papritur mund të të ndihmojë të shohësh një detaj që më parë nuk e kishe vënë re. Universi ndonjëherë përdor momente të vogla për të treguar se disa ndryshime po afrohen gradualisht. Nëse arrin të ruash fokusin dhe të mos ndikohesh nga tensionet e momentit, mund të kuptosh se një ide që lind gjatë kësaj dite mund të ketë potencial për të sjellë një drejtim më të qartë. Një moment reflektimi mund të të ndihmojë të shohësh më mirë hapat që duhet të marrësh. Binjakët. Një moment komunikimi gjatë kësaj dite mund të të bëjë të kuptosh se disa situata po ndryshojnë mënyrën si po zhvillohen disa plane që lidhen me të ardhmen tënde. Energjia e 5 prillit mund të krijojë një situatë ku një bisedë ose një informacion i vogël hap një perspektivë të re për një plan që deri tani dukej i zakonshëm. Universi shpesh komunikon përmes momenteve të thjeshta që na tregojnë një drejtim tjetër. Nëse arrin të ruash fleksibilitetin dhe të dëgjosh me kujdes atë që ndodh rreth teje, mund të kuptosh se disa ide kanë potencial më të madh se sa mendon. Një vendim i marrë me qetësi mund të të ndihmojë të krijosh një drejtim më të qartë për planet që dëshiron të realizosh në vazhdim. Daforia. Disa momente gjatë kësaj dite mund të të bëjnë të reflektosh më shumë mbi mënyrën si po zhvillohen disa situata personale. Energjia e 5 prillit mund të të shtyjë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër dhe të kuptosh se disa vendime kërkojnë më shumë qetësi. Një bisedë ose një moment reflektimi mund të të ndihmojë të kuptosh se një vendim i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa mendon. Universi shpesh komunikon përmes ndjesive që na tregojnë drejtimin e duhur. Nëse arrin të dëgjosh intuitën dhe të mos reagosh menjëherë ndaj çdo emocioni, mund të shohësh më qartë drejtimin që duhet të marrë një situatë e rëndësishme për ty. Luani. Një zhvillim i papritur gjatë kësaj dite mund të të bëjë të reflektosh mbi mënyrën si po lëvizin disa plane që ke menduar prej kohësh. Energjia e 5 prillit mund të krijojë një moment ku kupton se disa situata kërkojnë më shumë vëmendje se sa reagim të menjëhershëm. Një bisedë ose një informacion i vogël mund të të japë një perspektivë tjetër për një situatë që deri tani dukej e qartë. Universi ndonjëherë dërgon sinjale përmes momenteve të thjeshta që na bëjnë të kuptojmë drejtimin e vërtetë të një situate. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të analizosh gjërat me maturi, mund të shohësh se disa mundësi po afrohen gradualisht. Një vendim i menduar mirë mund të të ndihmojë të krijosh më shumë stabilitet për planet që dëshiron të realizosh në vazhdim. Virgjëresha.
Një detaj i vogël gjatë kësaj dite mund të bëjë të kuptosh se disa situata kërkojnë një analizë më të thellë se sa mendon. Energjia e 5 prillit mund të shtyjë të organizosh më mirë disa plane që lidhen me ditët e ardhshme. Një informacion që arrin papritur mund të të ndihmojë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër. Universi ndonjëherë përdor momente të vogla për të treguar se disa ndryshime janë më pranë se sa duken. Nëse arrin të ruash fokusin dhe të mos shpërqendrohesh nga tensionet e vogla të ditës, mund të kuptosh se disa ide kanë potencial të sjellin rezultate më të mira në të ardhmen. Një moment reflektimi gjatë kësaj dite mund të të ndihmojë të krijosh një drejtim më të qartë për planet që ke menduar. Peshorja. Atmosfera e kësaj dite mund të të bëjë të reflektosh mbi balancën mes vendimeve që duhet të marrësh dhe mënyrës si dëshiron të zhvillohen disa plane. Energjia e 5 prillit mund të sjellë një moment ku kupton se një situatë kërkon pak më shumë qetësi dhe analizë. Një bisedë e papritur ose një moment reflektimi mund të të ndihmojë të shohësh një perspektivë që më parë nuk dukej shumë e qartë. Universi shpesh komunikon përmes momenteve që në fillim duken të zakonshme, por që më pas tregojnë një drejtim tjetër. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos nxitohesh në vendime, mund të kuptosh se disa mundësi po afrohen gradualisht drejt jetës tënde. Një vendim i menduar mirë mund të sjellë më shumë stabilitet në periudhën që vjen. Akrepi. Një situatë gjatë kësaj dite mund të të bëjë të ndjesh se disa gjëra po afrohen drejt një momenti vendimtar. Energjia e 5 prillit mund të të shtyjë të reflektosh më thellë mbi mënyrën si po zhvillohen disa plane që kanë rëndësi për ty. Një moment intuitiv mund të të japë një sinjal të fortë se një ndryshim është më pranë se sa mendon. Universi shpesh komunikon përmes ndjesive të brendshme që tregojnë se diçka po lëviz në drejtimin e duhur. Nëse arrin të ruash fokusin dhe të mos reagosh menjëherë ndaj çdo situate, mund të kuptosh se disa vendime kërkojnë pak më shumë kohë për analizë. Një hap i menduar mirë mund të të ndihmojë të krijosh një drejtim më të fortë për planet që dëshiron të realizosh. Shigjetari. Një zhvillim gjatë kësaj dite mund të të bëjë të reflektosh mbi mënyrën si po lëvizin disa plane që lidhen me të ardhmen tënde. Energjia e 5 prillit mund të krijojë një moment ku kupton se disa mundësi kërkojnë më shumë guxim dhe besim në intuitën tënde. Një bisedë e papritur ose një informacion i vogël mund të të japë një perspektivë tjetër për një situatë që deri tani dukej e zakonshme. Universi shpesh komunikon përmes momenteve që na bëjnë të kuptojmë se drejtimi i një rruge mund të ndryshojë papritur. Nëse arrin të ruash optimizmin dhe të mos ndikohesh nga pasiguria e momentit, mund të kuptosh se disa ide kanë potencial më të madh se sa mendon. Një vendim i menduar mirë mund të të ndihmojë të krijosh më shumë hapësirë për mundësi të reja në ditët që vijnë. Britsjapi. Një moment reflektimi gjatë kësaj dite mund të të bëjë të kuptosh se disa situata kërkojnë më shumë analizë dhe durim se sa reagim të menjëhershëm. Energjia e 5 prillit mund të të shtyjë të organizosh më mirë disa plane që lidhen me përgjegjësitë dhe objektivat e tua. Një informacion që arrin papritur mund të të ndihmojë të shohësh një detaj që më parë nuk e kishe vënë re. Universi ndonjëherë përdor momente të vogla për të treguar se disa ndryshime po afrohen gradualisht. Nëse arrin të ruash fokusin dhe të mos ndikohesh nga presioni i momentit, mund të kuptosh se disa vendime kërkojnë pak më shumë kohë për reflektim. Një hap i menduar mirë mund të të ndihmojë të krijosh një bazë më të fortë për planet që dëshiron të realizosh. Ujori. Një ide e papritur gjatë kësaj dite mund të të bëjë të kuptosh se disa plane që ke menduar mund të marrin një drejtim tjetër. Energjia e 5 prillit mund të krijojë një moment ku kupton se kreativiteti dhe intuita mund të të ndihmojnë të shohësh një mundësi që më parë dukej e fshehur. Një bisedë ose një informacion i vogël mund të të japë një perspektivë të re për një situatë që deri tani dukej e zakonshme. Universi shpesh komunikon përmes ideve që lindin në momentet më të papritura.
Nëse arrin të ruash mendjen e hapur dhe të mos kufizohesh nga mënyrat e zakonshme të menduarit, mund të kuptosh se disa ide kanë potencial të madh për të sjellë ndryshime pozitive në jetën tënde. Peshqit. Një moment intuitiv gjatë kësaj dite mund të bëjë të ndjesh se disa situata po afrohen drejt një momenti më të qartë. Energjia e 5 prillit mund të shtyjë të dëgjosh më shumë ndjesitë tua të brendshme dhe të reflektosh mbi mënyrën si po zhvillohen disa plane personale. Një bisedë e papritur ose një moment qetësie mund të të ndihmojë të kuptosh se një vendim i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa mendon. Universi shpesh komunikon përmes intuitës që na tregon drejtimin e duhur. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos reagosh menjëherë ndaj çdo emocioni, mund të shohësh më qartë drejtimin që duhet të marrë një situatë e rëndësishme për ty. Nëse ndjeve se ky mesazh lidhej me energjinë e ditës tënde, shkruaj në komente fjalën sinjal për të treguar se je gati të dëgjosh mesazhet që universi mund të sjellë në jetën tënde. Mos haro të bësh like, të abonohesh në kanal dhe të ndash videon me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh sot.